Jemi në qytetin e bukur të Vlorës, në një skenë madhështore ku për 3 ditë dhe net të vëshojnë grupe dhe ansamble artistike, ballkanike dhe nga shumë vende të Evropës. Si gjithmonë, Karma e utilizohet kultura shqiptare në Amerikë është e pranishme në shumë aktivitete që bëhen në Shqipëri, kryesisht në Vlorën e bukur, ku çdo vit krijohen kënga dhe vallja shqipe. Aulona Interfolk Festival finalizoi me sukses edicionin e 15 në qytetin e bukur të Vlorës, aty ku flamujt ndërkombëtar i bashkoi arti e kultura e kombeve. Ky festival ndërkombëtar sa vjen bëhet edhe më madhështor, fal vëmendjes së pareshtur dhe përkrahjes së Bashkisë Vlorë, por edhe kujdesit të jashtëzakonshëm të ideatorit të tij, mjeshtit të madh Semen Gjokoli, njëkohësisht organizator dhe drejtor i përgjithshëm i këtij festivali. Për 15 vite me radhë, ky festival, tashmë tradicional, e ka kthyer Vlorën në një amfiteatër kulturor ndërkombëtar, duke bërë që performancat dhe vlerat kulturore të dalin jashtë kufive ndërshtetëror, nga vinë grupet pjesëmarrëse për të përngjarë yjeve në hapësirën e qiellit dhe valeve të detit, që për gdhelin këndshëm sheshin në bregdetin e bukur të Vlorës. Në bisedat paraprake me organizatorin dhe mikun tim Semen Gjokoli, mësova se falë këtij aktiviteti kaq bollështor, në gjithë këto vite, Vlora ka qenë mikpritëse e rreth 115 ansambleve folklorike mbi 4100 pjesëmarrës nga 35 vende të Ballkanit, Evropës dhe Azisë, gjë që e bën këtë qytet mjaft të njohur e të vizituar edhe fal jahonës së këtij aktiviteti, por dhe resurseve me potencial të jashtëzakonshëm kulturor, natyror dhe kulinar që e mbartë. Ndryshe nga vitet e tjera, kur ekskluzivitetin e ka patur radiotelevizioni shqiptar, si vjet, Kamra e Televizorit Kulturor Shqiptar në Amerikë ka xhiruar një reportazh të detajuar, ku do paserohet hollësisht gjithçka nga ky festival ndërkombëtar. Në skenën e këtij festivali, këtë vit, u ngjiten grupe folklorike nga Shqipëria, Austria, Greqia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Slovakia, Ukraina, Turqia e Zvicra, ku secili vesh përgatitjeve të numrave me të cilat performuan mrekullitë e kostumografisë e kulturës popullore që përfaqësojnë, të të cilët spikate larmia dhe diversiteti etnofolklorik. Ditët e festivalit në Vlorë, skenë shndërrohet gjithçka, edhe sheshet
edhe trotuaret, edhe mjediset e bukura të krijuara së fundmi, si sheshi i Flamurit dhe pylli orbital në skenë. Në këtë edicion u kthye në një skenë me vete edhe sheshi përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, si dhe sheshi përpara piramidës fare pranë Bregdetit. E jashtëzakonshme do të mbetet ngritja e festivalistëve në piramidën në Vlonjate, ku flamurbajtësit u vendosën në maj, ndërsa rreth 300 pjesëmarrësit e edicionit të 15 mbushin shkallaret e saj. Kënaqësi që jap për ju intervistë i dashur Zan, po në shkurt, si krijues, si njohës i folklorit, po i kulturës në përgjithësi, si angazhues i madh dhe si ndihmës i zhvillimit të kulturës shqiptare në përgjithësi. Kjo nuk është elozh, por është një e vërtetë. Dhe së dyti t'jap edhe për televizionin kultura shqiptare në Amerikë, ata që na përfaqësojnë më së miri të gjitha vlerat kombëtare, ata që gjithmonë në qëndrimin e tyre, në aktivitetin e tyre, në punën e tyre në lidhje, kanë kryefjalë Shqipërinë, kanë kryefjalë gjuhën kombëtare, kanë kryefjalë identitetin, kanë kryefjalë dashurinë dhe mallin që kanë për atë dheun e tyre. Kur flas si kom, nuk flas vetëm për Shqipërinë, por flas për gjitha trevat shqiptare, brenda dhe jashtë kufive, si dhe diasporën. Vërtet ka disa vite që jam prezent këtu në festivalin Aulona Folk Festival, një festival i cili të impresionon, të emocionon, por të bën dhe krenar. Të bën krenar sepse Vlora për disa ditë shndrohet në kryeqytet i kulturës europiane dhe më gjerë. Dhe kjo është dhe suksesi sepse ajo që i bën kultura, ajo që i bën arti, Vallja nuk ka fjalor, ka fjalore universal. Janë tinguj që i bashkojnë zemrat, që i bashkojnë kulturat, që vetëm përmjet tingujve, vetëm përmjet vallës mund të sillen të këtë botë të trazuar, të ketë pak qetësi dhe dashuri. Aty ku është kënga, aty ku është vallja, aty ku është ritmi, aty është edhe paqja. Aty është edhe liria. Aty është edhe lidhja mes njerëzve, pavarësisht gjuhës, fesë, kombit nga vinë. Dhe këtu qëndron dhe vlera më e madhe e këtij festivali, gjë i cili si kryefjala është kuptohet se Mengjokoli, një njeri i apasionuar, një njeri i përkushtuar, një njeri me fantazi dhe një nga reziduat më të mirë të gjithë festivaleve është pikërisht ky festival. Prezenca ime me telereportazhe, me regji, me angazhim është modeste, karshi punës që bën stafi drejtues i së Mengjokolit. Unë ndjeva krenar, sepse pikërisht këtu e dëgjova nëpërmjet personave të ndryshme, që në New York, në një nga rrugët kryesore, i vendoset emri Ismail Gjemalit. Jeni krenar ju që jeni në Amerikë, por jemi krenar edhe ne. Prandaj atë rrugë ta mbajmë të shenjtë, ajo rrugë do jetë rruga e flamurit për ju, do jetë rruga e lirisë, do jetë rruga e gjuhës së bukur shqipe. Ne jemi krenar me ju, të nderuar bashkëdhetar. Qoftë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga të gjitha treva që ne jemi krenar me ju se nuk e harroni asnjëherë kulturën shqiptare. Bëni të pamundurën, unë u di kushtet. U di sakrificat që bëni pikërisht për të ruajtur kulturën shqiptare, për të ruajtur traditat, por për të ruajtur edhe gjuhën. Ne jemi borxhli ju, jo ju ne. Fillimisht dua t'i përshëndes të gjithë teleshikuesit dhe t'ju them se unë jam Afërdita Krasniqi, aktualisht jam kryetare e shoqatës së komunitetit shqiptar të Gjenevës dhe njëherë drejtoj edhe grupin Hareja, një grup muzikor që punojmë dhe e zhvillojmë aktivitetin ton kulturor në Gjenevë të Zvicrës. Është kënaqësi e madhe të jesh pjesë e një festivali të tillë ndërkombëtar këtu në Vlorën tonë të bukur, por kënaqësia rritet akoma më tepër kur këtë vit jam edhe në detyrën e prezantues së programit dhe kjo më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Është kënaqësi e madhe që t'i përshëndes nga zemra të gjithë komunitetin shqiptar që jetojnë në Amerikë dhe sigurisht për televizionin e tyre Kultura Shqiptare. Janë ata të cilët na kanë ndihmuar pa mas. Unë vi nga Kosova, nga Prizreni, nga qyteti i bukur i Prizrenit dhe jam me të vërtet shumë e lumtur që në Amerikë gjithandej kemi pasur një mbështetje
përshëndetje të fuqishme për çlirimin e Kosovës dhe unë shfrytëzoj këtë moment që t'i përshëndes të gjithë nga zemra, t'ju uroj shëndet edhe jetë të gjatë edhe të lumtur atje ku jetojnë dhe sigurisht mos ta harrojnë asnjëherë vendin e origjinës. Aulona Interfolk Festival është një ngjarje e rëndësishme në kalendarin kulturor të Shqipërisë dhe një shembull i mirë për krijimin e një marke të fortë të turizmit kulturor shqiptar. Semen Gjokoli, organizatori i këtij festivali, ka ndikuar në rritjen e nivelit artistik të tij, në rritjen e numrit të artistëve dhe turistëve që vizitojnë Vlorën dhe Shqipërinë. Jam e ftuar këtu në festivalin Aulona Folk dhe po ndihem shumë e nderuar sepse jam në 15 vjetorin e punës së këtij festivali. Është diçka shumë e bukur ku njeriu mundet dhe sheh kulturat e shumë popujve të tjerë të cilët vinë këtu në Vlorë dhe prezantohen thjesht me shpirtin e tyre, sepse kultura është shpirti i një populli. Dhe unë jam shumë e kënaqur nga kjo atmosferë, sepse jam një sinqerisht mirë, tek prezantoheshin sidomos ansamblet tona, të cilat me atë kulturë, me atë traditë që kemi kulturore e fisikrojnë shpirtin e çdo shikuesi. Prandaj unë do të falenderoj në mënyrë të veçantë Semen Gjokolin, i cili është ideator dhe themeluesi i këtij festivali, për punën e tij të palodhshme që t'i sjell Vlorës dhe gjithë shqiptarisë një festival shumë të bukur. Unë me gjithë zemër përshëndes komunitetin shqiptar në Amerikë dhe asnjëherë se besoj që asnjë qytetar i krejt shqiptarisë e harrojnë kontributin e tyre dhënë sidomos në luftën për pavarësinë e Kosovës. Prandaj falenderoj me zemër si qytetare e Kosovës. Dhe në mënyrë të veçantë përshëndes televizionin e kulturës shqiptare në Amerikë dhe më gëzoj pa mas një lajm që mora vesh këtu se në rrugët kryesore të New Yorkut do të vendoset emri i Ismail Qemalit. Kjo është një respekt për historinë tonë, për gjithë komunitetin shqiptar atje, po për gjithë shqiptarët kudo që janë, sepse nderohet historia jonë. Prandaj gëzuar shqiptar. Është vërtet interesante se vetëm një ditë na ndan nga fillimi 15 vite më parë i këtij festivali, që ka nisur startin në 9 maj të vitit 2009 dhe ja ku mbritëm në edicionin e 15. Duhet thënë që vetëm për efekt të këtij festivali, në qytetin e Vlorës kanë ardhur mbi 4100 festivalistë nga 35 vendet botës dhe 105 grupe dhe asamble të ndryshme folklorike. Është një festival që është ngjizur me dëshirën e komunitetit të Vlorës, me atë të institucioneve të organeve të pushtetit vendor. Është një festival që gjendet edhe në kalendarin botror të CIOF-it, pra të organizimit të festivaleve ndërkombëtare botrore, dhe është një festival që ka treguar standarde të plota prej nisjes festivalit e deri në mbarim. Do të thoshja që Aulona Interfolk Festival është një festival tashmë i kthyer në një traditë, pikërisht zhvillohet në muajin maj,
në maj ku ndërkohë çelet edhe sezoni turistik në Vlorë, është në agjendën kryesore kulturore të Bashkisë së Qytetit Vlorës dhe tashmë është futur edhe në agjendën e Ministrisë Kulturës apo të Drejtorisë Kombëtare të Turizmit. Aulona Folk Festival ka sjell në Vlorë mjaft grupe dhe asamble prestigjioze, të shumtat janë nga kryeqytetet të njohura të Evropës, kam parasysh këtu që nga Bratislava, nga Sofia, nga shtetet tjera siç janë Kroacia, nga Zagrebi, nga Polonia, nga Lituania, nga Letonia, nga Bielorusia, nga Turqia, nga Greqia, Bullgaria e të tjerë, pra është një festival që i ka përcyer me kohë, jo vetëm kufit e Ballkanit e të Evropës, po do të thoshja edhe në Azi. Mbasi vetëm pak vite më parë, këtu ka qenë një ansambël i shkëlqyer nga qyteti Quanzhou i Kinës. Në këtë edicion të 15-ën kemi bërë kujdes që të ketë një larmi asamblesh. Ka 2 shtete që nuk ka qenë më parë në këtë festival, si që është Austria e sidomos Hungaria, ku edhe në këtë situatë ata kanë gjetur forcën për të përcjell mesazhet e paqes dhe mesazhet e të lirisë përmes këngës dhe vallëve të tyre të bukura. Po kështu kemi asamblin nga Greqia, nga Turqia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Slovakia, po edhe asamblet shqiptare, si të Vlorës, ashtu edhe ato më tej saj. Edicioni 15 tregon edhe njëherë që ky festival i ka të forta rrënjët e tij dhe që do të vazhdoj ende, sepse është festival që e do traditën, e do këngën dhe vallen, dhe është një mesazh i fortë mbi të gjitha integrimi dhe paqja në botë. Në një nga rrugët kryesore të New Yorkut, në Staten Island, vendoset emri i atit të pavarësisë Ismail Qemali. Me qenë se jemi në qytetin e Vlorës, do të ishte me interes një përshëndetje nga ana juaj për komunitetin shqiptar në Amerikë. Kam dëgjuar për këtë dhe kam çmuar shumë këtë iniciativë, është nga gjërat më të bukura që ndodhin këto kohët e fundit, të vendoset në një nga rrugët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës një emër i tillë kaq përfaqësues, kaq i dinjitetshëm i kombit shqiptar, është një merit e organizatorëve, për të cilët unë gjej rastin t'i përshëndes nga qyteti i historisë, nga qyteti i pavarësisë dhe nga qyteti e vendlindja e pikërisht Ismail Qemal Vlorës. Vallëtarët e Ukrainës ishin të gjithë të magjishëm, plot vrull, dinamizëm e profesionalizëm. Ata sollën në qytetin e Vlorës një fortunë të vërtet folklorike dhe u bën të dashur për të gjithë spektatorët. Ata shkëlqyen e njëkohësisht përmes performancës së tyre përcollën mesazhet që popujt përcjellin për liri e paqe. Organizatorët e festivalit, si dhe ardhësi Lonjat, u janë atyre mirënjohës dhe luten për adhënën e tyre Ukrainën. Pikërisht, këto 2 ansamble të ardhur nga Ukraina do të ishin dhe fitues të kupës së edicionit të 15. Dhe përshëndetje të gjithëve. Është edicioni 15 vite që ky festival, fal dashurisë tuaj, ka mbritur deri këtu. Sepse pa dashurinë tuaj të qytetarëve vlonjat, sado i mirë që të ishte ky festival, nuk mund të rritej kaq shumë. Prandaj më lejoni që në emër të organizatorëve të falenderoj qytetarinë vlonjate
për mbështetjen dhe për dashurinë e madhe që po tregon. Më lejoni gjithashtu që të falenderoj të gjitha grupet dhe asamblet nga 35 shtete të Evropës dhe të botës dhe vazhdojnë që të jetë shumë i kërkuar për të ardhur dhe për të marrë pjesë në të. Do të falenderoja veçanërisht të gjithë grupet dhe festivalistët e këtij edicioni për gjithçka që bën këto ditë në Vlorë, që e përndritën atë edhe më shumë me ngjyrat e kostumeve, me ritmet e këngëve dhe të vallëve popullore. Për 3 ditë me radhë, Vlora, jo vetëm kjo skenë, por rrugët, trotuaret, sheshet, u zbukuluan dhe morën tjetër pamje falë këtyre festivalistëve që na kanë ardhur. Do të më lejoni që edhe në emrin tuaj të falenderoj posaçërisht ansamblin që vjen nga Ukraina. Janë bërë 2 asamble bashkë për të ardhur këtu, sepse djemtë i kanë në luftë. Por kjo tregon se e kanë të kotë ata që duan ta zhbëjnë Ukrainën, sepse nuk zhbëhet ky shpirt i popullit, nuk zhbëhet as toka e as qielli i saj. Ne tani do të dëshiroja që të ftoja zotin ambasador të Ukrainës na ka nderuar të gjithëve për të ndarë bashkë këtë vlerësim jo thjesht të komitetit organizator, por të qytetarëve të Vlorës. E presim një tuar trokitje ambasadorit e shtetit të Ukrainës. Atëherë, komiteti organizator ka vendosur që kupën e edicionit të 15 Aulona Interfolk Festival ta fitojnë asamblet Dibrova dhe Grobis Lviv, Ukrainë. Mirëmbrëma, unë jam shumë i lumtur që unë jam këtu në Vlora e bukur. Faleminderit shumë. Unë uroj gjithë të mirët. Faleminderit. І мої дорогі українці, сердечна вам вдячність. Дуже вам дякую. Duke uruar fituesin e kupës e edicionit të 15 të mbyllim kështu edhe mbrëmjen e sotme të Aulona Interfolk Festival. Faleminderit që ishit me ne dhe mirupafshim në edicionin e radhës në vitin 2024. Urime! Nga qyteti i bukur i Vlorës, nga Vlora e Ismail Qemalit, noqëm për 3 ditë dhe net grupe dhe ansamble artistike nga të gjitha treva shqiptare, ballkanike dhe nga shumë vende të Evropës. Kamrat e Zot Kulturë Shqiptare në Amerikë bëre një pasërim dhe një përmbledhje me numrat në të përzgjedhur të këtij aktiviteti. Për të realizuar kulturën shqiptare në Amerikë, Ramazan Çeka.